Kur kanë mbetur edhe 60 ditë nga zgjedhjet e 11 majit dhe në prag të zyrtarizimit të listës së kandidatëve, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë gjeopolitike të këtyre zgjedhjeve dhe kërkon që të merret çdo vot për Partinë Socialiste për të bërë realitet e ëndrrën europiane. Ai bëri të ditur se me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të përfitojë 1 miliard euro çdo vit dhe shqiptarët do të jenë të barabartë me europianët. Pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hyjmë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Kryesocialisti theksoi se nuk mund të lihet pasaporta e Bashkimit Evropian për kujtim xhuzin apo për tifozllëk të Partisë Demokratike. Me 11 maj socialistët duhet të arrijnë një rezultat edhe më të thellë se i 2021-shit me 74 mandate për t'i dhënë opozitës një nocë rrok madhështor, shtoi ai. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti, tu bëhet fjalë për Shqipërinë, bëhet fjalë për të gjithë pa përjashtim. Bëhet fjalë për të marrë një pasaportë të re. Është një pasaportë e re. Nuk do jetë më Republika e Shqipërisë, Republic of Albania, po do jetë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. Si mund të lihet kjo tani? Për tifozlik, jo jam me PD-n, jo jam me këtë, jo jam me PS, jo jam me kujtim gjuzi. Kjo nuk mund lihet. Nuk mund lihet. Kujtimi është më i mirë atje, më madhështori, më simpatiku, po përveç mustagjeve s'ka asnjë gjë tjetër. Ata tjerët s'kan as mustagje. Ju lutem të fokusoheni dhe të bëni maksimumin në këto 60 ditë që në 11 maj të realizojmë këtë gjë të madhe për Shqipërinë, për Partinë Socialiste, por edhe një merak tjetër ta nxjerrim me 11 maj, se e kam atë merak. Se nga që më kanë ligjuar mua që thosha noc rogu, mi vejnë ca profile falso aty, edhe më shkruaj noc rogu do marrësh, noc rogu. Në 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një noc rrok madhështor. Rama solli në vëmendje faktin se Shqipëria edhe më herët ka qenë gati për të bërë pjesë e familjes europiane, por nuk kanë qenë disa prej shteteve anëtare që të gjenin një çështje të caktuar për të mos i çelur përfundimisht negociatat me vendin tonë. Në përfundim, ai bëri thirrje që strukturat e Partisë Socialiste të mobilizohen maksimalisht për të siguruar çdo vot me 11 maj, duke e quajtur këtë një test të rëndësishëm për të ardhmen e Shqipërisë.